Dhe them drejt edhe në kulturën tonë politike, shumica e popullsisë gjithmonë kanë qenë të trembur nga qenë një opozit me sistemet ose me politikën dhe deri dikuja kanë deleguar përgjegjësitë dhe drejtimin politikës. Ka qenë një zgjedhje e gabuar, por është kostoja e vendeve që kanë deficite në aspektin e formimit demokratik dhe roli qytetarëve në një shoqëri tillë. Kjo është arsyeja që nuk reagojnë qytetarët apo kjo është histori e gjatë e shkenca politike. Ne themi që sa më shumë të kesh stres mesme dhe sa më shumë të kesh qytetar të pavarur, aq më fortë demokracia. Kur rralla e njerëzve për punësim këtu është më rrallë, më gjatë, shumë më gjatë se rralla e individëve që mendojnë të pavarur, është normale që mund të kemi qytetari në aspektin e qytetarëve në demokraci. Kemi individ të cilët pranojnë nënshtrimin në kuadrin e shkëmbimi të një statusi social, të një pozite, të një komoditeti, dhe kote fundit po shohim që edhe nga opozita po kalohet padje në kërkim të një komoditeti të tillë. Okej, duke qenë se unë përpiqem që të bëj edhe një lloj segmenti mes shkrimeve dhe qëndrimeve që u keni mbajtur ndër vite, në vendet demokratike politika bëhet në institucione dhe jo në rrugë, duke besuar se protestat duhet i udhëheqin hallet dhe jo muskujt. Çfarë kjo që pam dje, çfarë ishte? E udhëhequr nga hallet apo e udhëhequr për treguar muskujt dhe numrat? Unë kam një opinion tjetër. Apo u nis për të parën dhe u paragjykua për dytën? Kam përshtypjen Partia Demokratike ndodhe prej kohësh një udhkryq madh dhe nuk e di çfarë të bëj dhe shpik kauza dhe ky është një lloj testi shpikur në momentin e fundit. Ndodhen ato zgjedhjet në 5 bashkit, 6 bashkit, edhe deri diku ata duheshin të bëshin një përgjigje dhe u shpik kjo lloj lëvizje rradhe që ishte gati lëvizje pa top, në kuptimin pa objekt, pa subjekt, pa frym, pa pjesëmarrje dhe pa fushat realisht. Sepse dhe protesta kanë pas një lloj marrëdhënies publike përgatitore përpara. Ka shpjegimin kush e njeh atë seli e kupton shumë mirë çfarë do thotë. Në momentin kur një seli partie ecën e ndërton aksionin politik në funksion të thirrjeve të spakut apo të funksion të headline ditës, aty s'bet më fjalë për politikë dhe praktikisht Partia Demokratike ka kohë që s'bën politikë. Dhe së dyti, ne jemi një shoqëri që ne nuk duhet tremi nga ne duhet shqetësohemi kur s'ka protestë. Sepse gjërat nuk po shkojnë mirë në Shqipëri. Të gjithë e dimë që gjërat s'po shkojnë mirë në Shqipëri. Dhe mundësitë për të shkuar më mirë kanë qenë shumë më të mëdha. Dhe për të sjellur një vend që vërtet do për të matur për qenë antar i familjes europiane, duhet të ketë ca standarde minimale dhe standardi minimal është llogaridhënia. Fakti që institucionet nuk ushtrojnë, fakti që parlamenti nuk funksionon në mënyrën e duhur, fakti që partitë nuk janë institucione llogaridhënëse, kështu që ngelet deri diku një mekanizëm presioni që vjen nga grupet e interesit, të cilat duhet ishin shumë më zëlarta, po themi në reagimet publike. Nuk po ndodh as kjo. Ne sot prej kohë në Shqipëri vetëm me protesta kemi ca banorë në zonën e Vlorës dhe ca banorë në Mirdit që protestojnë. Por ata që konsiderohen grupet e mëdha që preken çdo ditë nuk reagojnë. Dhe ky është lajm i keq, por është edhe tregues që është prishur ai që quhet balanca midis përfaqësimit dhe opozitës. Opozita e sotme nuk i ngjason një opozitë parlamentare, mazhoranca e sotme nuk i ngjason një mazhorancë parlamentare. Mazhoranca i ngjason pushtetit dhe opozita çuditërisht i ngjason borderos pushtetit. Do të thotë si pjesë të pushtetit në perceptimin publik më shumë sa se pjesë e antisistemit. Qartë, Olon. Po. Ke vite që merresh me protesta, madje numrin e emisioneve mbas sa ketë ngjashme me numrin e protestave që ke marrë pjesë. Pse munguan protestuesit dje? I bleu të gjithë qeveria Rama apo i zhgënjeu opozita Berisha? Po tani që t'jemi të sinqertë që në krye të herës ne nga lidershipi i Partisë Demokratike na u tha që nuk do kemi protestë kombëtare. Do kemi protestë që për mendimin tim ishte matje pulsi ndaj qytetarëve të Tiranës, ndaj disa njerëzve, ndoshta edhe disa strukturave të cilat kanë kriju një shkputje nga Partia Demokratike, sepse këtë ushtrim ka kohë që se bën, pra protestën në këtë rast. E pranë këtë këndvështrim nuk duhet mirë anë qafë për këtë histori, sepse kështu shprehen dhe protesta ishte në atë lloj forme. Unë do isha pro mbledhjes së... Ti je gazetar në genetikën, le të themi, profesionale dhe e di që kur thuhet proteston në një cover të partisë politike është që qytetarëve i bëhet thirrje për të protestuar. Ky është slogani, protesto. Apo jo? Pra, po ne nuk patëm jo foltoro, protesto.
nuk pa, shiko, ne po merremi tani besoj me një debat banal, a kupton? Kjo është shumë e rëndësishme se këto kanë 24 orë që nuk është e rëndësishme për mendimin tim, ka shumë gjëra tjera të rëndësishme që padyshim, por edhe do më lejosh të them. Padyshim. Në këndvështrimin tim, pastaj çfarë është e rëndësishme për ty është tjetër gjë, se ne këtu besoj kemi diversitet. Mendoj që duhet ishte mbledh Këshilli Kombëtar për me marrë një vendimarrje në raport me aksionin politik. Aksioni politik është shumë i rëndësishëm në një parti politike. Këshilli Kombëtar është organi më i lartë i partisë ndërmjet dy kuvendeve. Ka burra dhe gra shumë të zgjuar, ka sentimente që përfaqësojnë njerëz aty, ashtu siç ka edhe servil, një pjesë normalisht, po pjesa tjetër ka integritet edhe pa diskutim që do jepte mendimet e veta në raport me këtë çështje. Por sigurisht që mosbërja e analizës na ka penalizuar në raport me raportin që kemi ne me të vërtetën, me zgjedhjet, pa diskutim farse elektorale, por nga ana tjetër duhet ta kthejmë gishtin nga vetja për me kuptuar se ku janë strukturat tona. Njerëzit që kanë ikë nga Partia Socialiste, duhet një krefje e listave të antarësisë partisë, njerëzve kontributor, ke njerëz cilët po marrin postet e Partia Socialiste, ke edhe njerëz tjerë, ndjenin time që do ikin, sepse janë 12 vite opozit, edhe 4 vite tjera i bie 16 vjet. Bi dakord me zotin Krasniqi. Biletën edhe presin ditën e Telebingos. Po shiko, ke njerëz që në opozit hedhin gjujnë në i fishek, ke njerëz që në opozit hedhin në i silur, pra ka njerëz ndryshëm, edhe pesha opozitare, pesha politike çdo kujt, atë nëse është për të vënë punë, kush jam unë që ta gjykoj këtë histori? Unë s'do e boja, jap shembullin tim që nuk ik te Partia Socialiste. Po ke njerëz të tjerë cilët janë nevojë, vëlla, nuk kanë bukë me hongër. Normalisht që do shkojnë aty. Justifikojnë edhe këtë gjë. Po patjetër që justifikoj, që po si mos ta justifikoj? Tani ku po jetojmë neve? Patjetër që po.